në 20 vjetorin e largimit të Atit themeltar të Republikës Kosovës, vendit tonë, shtetit tonë, nderojmë Ibrahim Rugovën, njeriu i cili jo vetëm që realizoi një ëndër historike të popullit Kosovës për liri, për pavarësi dhe demokraci, por krijoi një projekt madhor më të madh ndër shqiptarëve të Kosovës. Në këtë 20 vjetor, Rugovën jo vetëm se nderojmë, por e kujtojmë dhe në kujtimet e tija dhe ëndrrën e tij punojmë vazhdimisht që vendit tonë, Kosovës tonë, t'i japim të ardhmen e merituar, një të ardhme e lirë, me një shtet fuqishëm në familjen euroatlantike. Ibrahim Rugova mbetet shqiptari më i madh i gjitha kohërave dhe si i tillë na obligon dhe sot sillemi me dinjitet, me maturi dhe me përkushtim të madh para dhejën tonë. Përfaleminderit edhe një herë për punën e mirë që po bëni në trashëgimin e presidentit Rugova në LDK dhe për të mirën e Kosovës dhe për të vazhduar miqësinë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkinë Evropiane.